Prishtina e re arriti të shpollet kampion në Ligën e Parë pas një sezoni dominues nga fillimi deri në fund në grupin B të kësaj lige. Pas suksesit historik, mëngjesin e sotëm ata u pritën në një takim nga kryetari i kryeqytetit përpara Roma. Pas këtij takimi, në një intervistë për Arbresh Info, drejtori sportiv i klubit Sami Boroci foli rreth këtij suksesi si dhe rrugtimin që i pret në Superligën e Kosovës. Ky klub u themelua 5 vite më parë dhe për drejtorin sportiv të këtij klubi është një arritje, duke marrë parasysh se shumë njerëz kanë qenë pesimist për këtë skuadër. Na e patëm përcaktuar atëherë që për 4 deri në 5 vite me mri nivelin e Superligës. Në atë kohë njerëzit na kanë pak si iluzion, edhe na kanë qujt pak si ambicie jo shumë normale, sepse na nuk ishim as një shtëpi tonën, edhe kjo bënte shumë atë vështirë, pa klub, pa identitet, klub prej zeros gjithçka ka fillu, edhe njerëzit nuk kanë besu. Thjesht në vitin e parë kërkush nuk ka besu. Boroci tregoi rrugtimin e Prishtinës së re nga Liga e tretë e deri në këtë pikë ku janë sot. Në vitin e parë patëm shpall kampion i grupit Ligën e tretë, e patëm fitu edhe finalen e barazhit që ka qenë atë kohë ndomen në grupe. Jemi inkuadru në Ligën e dytë, mandej në Ligën e dytë vitin e parë, për një pikë nuk u patëm fut në Ligën e parë. Me njerë vitin tjetër jemi fut dhe kështu ka qenë një ecori, shumë e suksesshme jona, për 5 vite kemi fitu 3 trofe, 3 tituj kampionësh në ligat respektive. Edhe pse për një kohë të shkurtër arritën gjithë këto suksese, ai thotë se me punë dhe përkushtim arrihet çdo gjë, duke falendëruar të gjithë ata që kanë bërë punë tek Prishtina e re. Punë, përkushtim, aspekt profesional edhe me konsistencë, që na u konë shumë e rëndësishme, konsistencë kemi ndërtu edhe kemi ecë në këtë drejtim. Mrihen objektivat, mrihen qëllimet, po për një me duhet me pas planifikim, edhe atë planifikim duhet me përcjell edhe me resurse njerëzore, edhe me një vizion të shnosh, edhe me punë të përditshme që kemi bën na, stafi, futbollistat, shtabi teknik, kanë qenë komponenta secili ka bërë punën e vet edhe ja ku jemi sot. Mëtej, ai foli për ambicjet e Prishtinës së re në Superligën e Kosovës. Objektivi i jonë në Superligë ka me qenë rritje graduale, stabilitet fillimisht vitin e parë dhe një rritje graduale vit pas viti, për me mri një objektiv që na kemi të përcaktuar në vitin e parë, 2, 3 dhe 5, ku dojna me qenë në Superligë. Pra, gjithmonë po e them, Chelsea, kryesori joni ka qenë planifikimi mirëfillt, i shnosh dhe racional. Pas 27 xhirove të luajtura në Ligën e Parë, grupi B, Prishtina e re grumbulloi 69 pikë dhe u shpall kampion me 2 pikë më shumë se Voshtrria.